Zoti Berisha, si shpjegohet që disa organizata të gazetarëve reagojnë vetëm ndaj deklaratave tuaja, ndërkohë që ndaj gjuhës fyese dhe denigruese të Edi Ramos kanë zgjedhur heshtjen. Rama i ka etiketuar mediat me terma si kazan, tenxhere, plotësime të tjera fyese, madje ka pasur raste kur i ka përzënë gazetarët nga konferencat për shtyp, por nuk kemi parë të njëjtin indignim publik apo deklarata të forta nga këto organizata. Nga ana tjetër, dje gjatë protestës u sulmua grupi i xhirimit të Syri TV dhe sërish mungoi reagimi i tyre. Pse ekziston kjo qasje e njëanshme dhe pse krijohet përshtypja sikur ka një betejë të vazhdueshme vetëm me Sali Berishën, kur ju nuk keni ushtruar dhunë e as fyerje ndaj gazetarëve dhe deklaratat tuaja po paraqiten si sulm ndaj medias. Shumë faleminderit Greta për pyetjen. Është shumë e vërtet. As nuk kam fyr dhe as nuk fyej gazetar. Dhe jo se i konsideroj pa mëkate, por se në analizën time konstatoj se mafja e vërtet e fjalës lirë janë pronarët e medjave, të cilët në mënyrë të paligjshme fitojnë dhjetra e qindra milion euro pasuri publike dhe fonde publike për të mashtruar shqiptarët për llogaritë e Edi Ramës. Unë të garantoj, Greta, se në qoftë se unë sulmoj ose kam këtë qëndrim ndaj kësaj